Faleminderit të nderuar gazetarë, të nderuar qytetarë që po na përcjellni. Në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe kompetencat e mia kushtetuese si presidente e vendit, sapo ishin certifikuar zgjedhjet, kam ftuar seancën e parë të kuvendit të dalë nga zgjedhjet e nënshkurtit. Për shkak të mungesës së konsensusit në kuvend, jam angazhuar vazhdimisht me partitë politike që të gjendet rruga përpara për konstituimin e kuvendit. Fatkeqësisht ky proces zgjati shumë, duke ja humbur Kosovës gati një vit të tërë, me që vendi ynë nuk ishte kuvend funksional që nga dhjetori i vitit 2024. Pas konstituimit të kuvendit dhe me qëllim që mos të humbet as edhe një ditë e vetme, me njëherë të nesërmen, ndonë se ishte shtunë, kam mandatuar të propozuarin për kryeministër nga partia e parë, ashtu siç e kërkon kushtetuta. Pas dështimit të votimit të qeverisë me datën 26 tetor dhe dërgimit të vendimit të kuvendit në presidencë, kam ftuar partitë politike për konsultime lidhur me mandatarin tjetër, brenda afatit të përcaktuar me kushtetutë. Në atë takim, partia e parë ka deklaruar se synon të tentojë përsëri krijimin e qeverisë. Sikurse në atë takim, ashtu edhe në takimet e sotme që kam pasur me partitë e tjera të mëdha, më është bërë e qartë se ato nuk do të sjellin emër tjetër për mandatar. Neni 95, paragrafi 4 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, përcakton qartë se brenda 10 ditësh, Presidentja e Republikës emëron kandidatin tjetër sipas të njëjtës procedurë. Pra Kushtetuta nuk thot Presidentja mund të emëroj, por thot emëron kandidatin tjetër në rast se dështon i pari. Kushtetuta nuk i lë hapësirë dhe as diskrecion kreut të shtetit për mos emërim të kandidatit të dytë, atëherë kur ka një propozim të tillë. Përkundrazi, gjuha e përdorur në kushtetutë është obligative, pra e detyron presidentën e vendit që ta emëroj kandidatin e dytë. Një gjë e tillë është konfirmuar edhe nga praktika e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, e cila në aktgjykimin në rastin KO 103/14 rithekson se, po citoj, Neni 95, paragrafi 4 i Kushtetutës, kërkon që të ketë kandidat tjetër për kryeministër. Kërkon që të ketë kandidat tjetër për kryeministër. Por e lë të hapur çështjen se cilës parti ose koalicion do të jepet mandati për të propozuar kandidatin për kryeministër. Pra diskrecioni i kreut të shtetit vjen në shprehje vetëm në rast se ka më shumë se një propozim. Në rast se më shumë se një parti kërkojnë që ta kenë mandatarin. Në rastin konkret, nuk kemi propozim tjetër nga një subjekt apo koalicion, përveç propozimit që ka ardhur nga partia e parë për të mandatuar zotin Glauk Konjusa. Rrjedhimisht sot, në përputhje me Kushtetutën, në përputhje me 3 aktgjykime të gjykatës kushtetuese, kam mandatuar zotin Glauk Konjusa kandidat tjetër për kryeministër, ashtu siç qartë e kërkon dhe përcakton edhe Neni 95.4, por edhe vetë praktika e gjykatës kushtetuese. Mandatimi i zotit Konjusa është gjithashtu në përputhje me përgjegjësinë tjetër, të cilën gjykata kushtetuese ja ka dhënë presidentës në po të njëjtat aktgjykime. Respektivisht, përgjegjësinë që presidentja të ruaj stabilitetin e vendit duke shmangur zgjedhjet. Ky është një detyrim i përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Këto standarde gjykata i ka rikonfirmuar pastaj edhe në aktgjykimin KO 72/20. Njëherësh gjykata ka elaboruar dhe zgjeruar interpretimet e saj paraprake duke përcaktuar parime teje të rëndësishme të cilat udhëheqin vendimarrjen e kreut të shtetit në rrethana të tilla. Kësaj kushtetuesja ka theksuar se qëllimi i hartuesve të kushtetutës ka qenë gjithnjë të përcaktoj 2 tentativa për formimin e qeverisë. Jo 1, por 2 tentativa. Ndaj ka përcaktuar se kur edhe herën e dytë nuk zgjedhet qeveria, atëherë shpallën zgjedhjet e parakohshme. Në përputhje pra me aktgjykimin 72/20. Për më tepër, sipas gjykatës kushtetuese, struktura e normave që ndërlidhen me themelimin e institucioneve shtetërore duhet të interpretohen në frymën pozitive, në frymë të krijimit dhe jetësimit të institucioneve, dhe jo në frymë të bllokimit të ushtrimit efektiv të funksioneve shtetërore. Prandaj si presidente,
jam e obliguar që të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë që burojnë nga kushtetuta t'i ushtroj në shërbim të themelimit të mbarvajtjes efektive të institucioneve shtetërore, në këtë rast Qeverisë së Republikës së Kosovës, siç parashihet në aktgjykimin 72/20. Në këtë drejtim, si presidente, kam përgjegjësinë që të gjej kritere mbizotruese për formimin e qeverisë së re në mënyrë që të shmangen zgjedhjet. Pra, ky është qëllimi për të cilin vendosen kriteret. Shmangja e zgjedhjeve, sipas gjykatës. Unë si kam caktuar këto norma. Pra, duhet caktohen kritere nëpërmjet cilave duhet të tentohet së paku shmangja e zgjedhjeve. Në rastin konkret, kriteri mbizotrues është interesi i qytetarëve të Republikës së Kosovës. E para, dhe funksionalizimi i institucioneve të shtetit ton e dyta. E para, qytetarët kanë humbur mjaftueshëm nga moskrijimi i institucioneve. Dhe përtej paragjykimeve politike, si presidente e Republikës, kam konstatuar se verdiktin final, në qoftë se i mandatuari për kryeministri ka votat e nevojshme për shumicë apo jo, e japin 120 deputetët e Republikës së Kosovës, të cilët sipas kushtetutës dhe të rikonfirmuar në një sër aktgjykimesh kanë vullnetin e lirë dhe jo detyrues të votojnë pra ashtu siç dojnë vetë, secili nga 120 deputetët. Mendoj që është interes i përgjithshëm i Republikës së Kosovës dhe i qytetarëve që të kemi institucione dhe të bëjmë çdo përpjekje të mundshme që ato krijohen në mënyrë që së paku të miratojnë vendime të rëndësishme në interes të qytetarëve. Dhe ndër qëllimet kryesore ka qenë që të kemi mundësi, siç ju kam thënë edhe në konferencën e kaluar, të miratojmë zgjatjet buxhetore, ose edhe buxhetin në tërësinë nëse do të kishte dakordim ndërmjet partive politike, sepse duhet një dakordim më i gjerë, siç e dini, por nëse s'ka dakordim për buxhetin në tërësi, atëherë ti kemi zgjatjet buxhetore e cila mund të bëhet me vendim të kuvendit, dhe mbi të gjitha ta miratojmë planin e rritjes nga i cili Kosova përfiton mbi 800 milionë euro. Është edhe marrëveshja me Bankën Botërore, nëse dëshironi të përmend akoma, rreth 100 milionë euro. Po flasim për gati 1 miliard euro për Republikën e Kosovës, të cilat nuk guxojmë të humbasim. Dhe si presidente kam vlerësuar që është në interes të Republikës së Kosovës që të provohet, ashtu siç më mandaton kushtetuta, të krijohet qeveria edhe një herë në mënyrë që këto vendime mos të presin edhe disa muaj të tjerë, duke rrezikuar punëtorin i cili mban familjen nga paga në institucione, duke rrezikuar spitalet që mos t'i kenë edhe barnat më esenciale për të shëruar të sëmurët në Republikën e Kosovës, duke mos rrezikuar edhe pagat e policëve, edhe të ushtrisë, edhe të çdo institucioni tjetër. Vetë funksionalizimi i shtetit do të rrezikohet në qoftë se shkojnë disa muaj, ne nuk kemi institucione dhe në mungesë të institucioneve nuk mund të merret asnjë vendim. Pra, me qëllim që ta parandaloj këtë dëm për qytetarët e Kosovës, me qëllim që të jepet një hapësirë ku mund të merren këto vendime, dhe me qëllim që ta kryej detyrimin tim kushtetues, i cili sipas vetë tekstit të nenit 95.4 dhe po ashtu të aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese thotë që presidentja mandaton kandidatin e dytë, se duhet të ketë 2 tentime për zgjedhje të qeverisë dhe se duhet të kemi interpretimin pozitiv për krijimin e institucioneve e jo atë negativ, dhe duke mos paragjykuar vullnetin e deputetëve individuali i cili shprehet në seancë dhe jo në zyrën time, në mungesë të një kandidati tjetër që do të më detyronte pastaj të zgjedh mes të dyve, dhe pastaj të shoh kush i ka gjasat më të mëdha. Dhe duke qenë qartë në të gjitha aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, që në zyrën time nuk kërkohet garancë për krijimin e qeverisë, kërkohen gjasa. Gjasa. Kjo është gjuha që përdoret në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Sot ka marrë këtë vendim dhe mendoj që është veçanërisht e rëndësishme që në një periudhë kaq të ndjeshme për vendin tonë, ku Kosova përballet me rreziqe të vazhdueshme nga tendenca destabilizuese të Serbisë,
përfshi kërcënime ndaj sovranitetit tonë dhe përpjekje për të cënuar paqen e qëndrueshmërinë institucionale, që ne të gjejmë rrugën përpara, që partitë politike shpresoj do ta gjejnë mundësinë që në ditët në vijim të kalohen edhe plani i rritjes, edhe së paku zgjatja buxhetore. E kam përmendur edhe buxhetin për ATK-n herën e kaluar, po e përmend kësaj radhe edhe vendimin apo marrëveshjen e Bankës Botërore mbi 100 milion shtesë. Pra ka mundësi që të bëhen gjëra të mira për këtë vend e për qytetarët që të gjithë së bashku i përfaqësojmë. Shpresoj shumë që të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës do ta kenë këtë parasysh, sepse të gjitha veprimet që po ndërmarr janë vetëm në funksion të mbrojtjes së stabilitetit kushtetues, të forcimit të institucioneve demokratike, sigurimit të mirëqenies së qytetarëve tanë, të cilët duhet të jenë prioritet i gjithë secilit prej nesh.